sepse ajo çka po na vjen në bazë projekcioneve që po i bëjmë, ne këtu tek Media 10 do të kemi projekcione të cilat do t'i prezantojmë në herë pas orës 19. Projekcionet bëhen në bazë të informacioneve që kemi nga exit pollet që po bëhen, por edhe nga sentimenti cilin po e masim online dhe besoj që do të jemi bukur të saktë në secilin rezultat që do ta shfaqim. Ajo çka është duke ndodhur momentalisht është dram, sidomos në këto qytetet e mëdha. Dorën zemër nuk është as kompanitë e exit polleve dhe as ne që bëjmë analiza projekcione tjera duke guzuar të flasim për komunat kushtimisht më të vogla. Mirë që u balancua pjesëmarrja e qytetarëve sepse pati një tendencë në pjesën e parë të ditës që të kemi dalje më të ulët, por duket që mes ditën me diell kanë shfrytzuar qytetarët që ta përmirësojnë këtë statistikë dhe kam përshtypjen që kjo pjesa fundit tash do të na dërgojë tek ai rezultati i zakonshëm i daljes së qytetarëve për 45% sa është mesatarja e daljes në çdo palë zgjedhje nacionale në Kosovë.